Jo vetëm turizëm detar, por edhe malor, Vlora është një nga destinacionet që tashmë ofron shumë duke ngjallur interesat të huajt për të eksploruar vendin. Rreth 50 turist italian, alpinist prej disa ditësh ndodhen në Vlorë pasi më herët kanë gjetur malin e Tomorit. Sipas guidave lokale, prej kohësh është rritur kërkesa për të vizituar Shqipërinë. Ne sjellim vërtet shumë italian. Vitin e kaluar kemi sjell 4000 italian për Shqipërinë, për të vizituar Shqipërinë. Vlora i pëlqen jo vetëm për pjesën e Bregdetit, por është një qytet i madh që ofron shumë në fakt, dhe të gjithë kanë itinerarin e tyre dhe qëndrimin në Vlorë kemi gjithmonë më shumë se në qytetet e tjera. Turistët vlerësojnë ndryshimet që ka pësuar Vlora, por edhe Shqipëria, duke u bërë edhe thirrje të rinjve që të qëndrojnë në Shqipëri për të investuar në një vend që është duke u zhvilluar. Ju bëj thirrje të rinjve të këtij vendi të qëndrojnë, esni përpara, kështu si e keni nisur pasi jeni në rrugën e dur, keni turizëm të shkëlqyer malor. Ne bëjmë pjesë të një shoqërie alpinistësh në Itali, pra jemi këtu për të ecur. Kemi ngjitur malin e Tomorit. Unë kam qenë rreth 12 vjet më parë në Shqipëri, në zonën e Thethit dhe të Valbonës, ndërsa tani po shikoj sa shumë ka ndryshuar vendi juaj. Tani kemi ardhur në jug dhe këtu ka shumë alpinistë dhe po eksplorojmë disa vende të tjera malore. Pasi duam të ecim më shumë. Keni vende shumë të bukura dhe zona ku mund të ecësh. Është hera dytë këtu në Shqipëri, ndërsa herën e parë kam qenë dhe në Kosovë për të ecur. Isha vitin e kaluar dhe nuk arrita ta shikoja shumë, por këtë vit kam mundësinë të eksploroj më shumë. Bashkë me grupin gjitëm malin e Tomorit, por nuk është e vetmja gjë që do të bëjmë në Shqipëri. Jeni një vend që po zhvilloheni shumë dhe kjo është fantastike. Vlora vijon të mbetet një nga destinacionet më të kërkuara nga të huajt, teksa çdo vit numri i tyre regjistron rritje.